Miqtë Prizmës, në fillim gëzuar Kurban Bajrami. Gëzuar një festë e cila sigurisht është festë e gëzueshme, është festë që duhet na përçojë gëzimin edhe duhet ta përdorim në gëzim. Nuk kam fjalën me kuptimin e keq të përdorimit, por ne duhet patjetër ta shfrytëzojmë këtë festë në mirësinë mes nesh, në gëzim, në hare, në trajtim të fëmijëve, bërjen qefin në maksimum të tyre. Bajrami është festë e gjithëve, ashtu si kundër edhe Krishtlindjet. Janë festë e gjithëve. Është festë e gëzueshme, festë që rezulton mirësi. Në këtë prizëm them që Bajrami kështu duhet kaluar. Duhet kaluar me familjen, duhet kaluar në hare, në harmoni të jashtëzakonshme. Ky është Bajrami. Në vërtet, Meftinia e Shkodrës bëri një veprim për mua, pavarësisht nga qëllimet ku nga është nisur, po për mua është dashba prej kohësh që ndaloj vizitat, të merresh me fëmijët. Vizitat hipokrite, cilët ka politika prej 36 vitesh që i përdor në Shqipëri. Tashmë ka ikur e kohë. Hipokrizia nuk është vetëm nga ana e politikanëve që e përdorin pastaj ke dyrët e xhamisës së të kishës për të bërë propagandën e tyre, por është edhe nga institucionet e religionit. Hipokrizi është. Ne duhet t'i themi emrin e duhur. Kështu që për të larguar komplet hipokrizin dhe për të dalur në shërbimet që i bëjnë si politika një anë dhe kleri në anën tjetër, është e mira që të rrim brenda kësaj suaze. Mos ta përdorim atë derën e shtëpisë Zotit që thonë, pastaj që të bëhet edhe propagandë. Ashtu si kundër nuk është për të përdorur në predikimet e ditës Bajramit. As mallkimi edhe njëkohësisht as problemet e pronave dhe problemet që i ka për t'i zgjidhur drejtësia ose ka për t'i marrë në dorë edhe drejtësia hyjnore, po jo duke mallkuar në ditën e Bajramit ose duke thënë fjalë të cilat nuk shkojnë në drejtimin e paqes, drejtimin e mirësisë. As për këtë nuk duhet shfrytëzuar dita e Bajramit dhe predikimi i Bajramit. Në këtë drejtim është një ditë e lumtur, është një ditë e mirë, është një ditë e gëzueshme. Le të gëzojnë edhe ato fëmijët, le të gëzojmë gjithë bashkë. Gëzuar Kurban Bajramin. Tjetra që desha të them, miqtë e mi, është dita e përmbylljes të hapjes së negociatave, të gjitha kapitujve, dhe tash marrjes të lejes për të mbyllur këto kapituj. Janë burokracitë e kandidimit edhe futjes në Evropë, të cilat pastaj kërkojnë që të durosh shumë, të punosh shumë, njëkohësisht edhe të kesh nerva të jashtëzakonshme, që të plotësosh gjithë burokracitë e kërkuara nga Brukseli. Megjithatë kishte fjalë të mira, si nga Marta Kos, edhe nga zonja tjetër që drejton Evropën përsa i përket edhe zgjerimi. Ishin fjalë të mira që i drejtoheshin Shqipërisë edhe porosi që sigurisht kanë lënë vendet ndryshme, të gjithë jo kanë lënë porosi. Ajo që më bëri përshtypje ishte mirësia dhe dashamirësia e hapjes këtij procesi të ri, i cili është përmbyllës dhe i cili me të vërtetë tani në këto momente nuk ka më kthim mbrapa. Nuk mund të kthehesh dot mbrapa. Mund të vënohesh, por kthim mbrapa nuk ka më. Je një vend që i ke kaluar edhe staturën e kandidatit, vendit kandidat. Je për të mbyllur negociatat, të cilat dikur do të mbyllen se s'bën, dhe pastaj vendoset me unanimitet. Gjë që po diskutohet edhe në linjën paraprake unanimiteti, për të mos qenë i tillë, dhe pastaj mbas se bëhet prova e parë me Malinezi, edhe sigurisht prova tjetër mund të bëhet me Shqipërinë. Për të hequr në një farë mënyre përdorimin e unanimitetit, do të thonë 27-28 vende anëtare duhet jenë gjithë pro që të kalojnë. Zakonisht do të dalë një vend që do të bëjnë guastafeste në ekran italian, por do të bëjnë atë refikun që nuk do për ata momente, ta prish gjithë punën e 28 tjerëve, 26 tjerëve. Në këtë pikë pash edhe fjalët midis
Marta Kosi, i cili tha që do të njitemi, i cili tha që do vim të njitemi korabin, por kryeministri u përgjigj saktë dhe pastër. Është më mirë që të nisim kullën e fel, domethënë. Vështirësinë e kemi në Evropë, ajo është gjëja kryesore. Për korabin kollaj, është një vështirësi, por është një vështirësi e kalueshme. Pra korabi 2900 metra është më i ulët dhe më i lehtë se sa kulla e fel, e sidomos Franca, për të kaluar në atë arsimin e plot të Shqipërisë. Tjetra që do të diskutoja është mlefi edhe dëshira për të mlefosur edhe për të urryer e opozitës, Partisë Demokratike, Syri TV, gjithë portaleve që drejtohen edhe që paguhen nga mbeturinat e opozitës këtu kene edhe mlefi i jashtëzakonshëm i disa njerëzve që Shqipëria kalon këto hape, po i kalon me Edi Ramën. Urrejnë Edi Ramën edhe urrejnë edhe Shqipërinë. Çfarë s'kam lexuar? Mirë, fillumin e sharjes të Marta Kosa dhe asaj zonjës tjetër aty që ishin blera nga Edi Rama, edhe Evropa gjithë e blerë nga Edi. Bashkë me Bashkimin Evropian këtu në Tiranë, shumë ambasada. Përdorimi i ambasadës gjermane dhe holandeze që kanë vërë detyra të panegociueshme. Përdorimi i fjalëve të tilla s'kan bërë asgjë, është një kotësi, do të futemi kurrë sepse do ta pranojmë kurrë me Edi Ramën, krimin, mafjen. Çfarë s'kan nxjerrë nga goja, sepse sigurisht janë të smur nga mungesa e pushtetit. Kanë vite e vite që s'vinë pushtetet dhe po ju plas cipa, po ju plas truri, janë smur patologjikisht, vuajnë shumë, dhe tash si u ka mbetur asgjë tjetër veç se mlefi. Mlef gjithkund, absolutisht mlef. Deputetas, është një humbje e madhe për Edi Ramën, thanë sy pse çka kanë bërë. Na futen në Evropë, jo na futen në Evropë. Ato po bëhen gati të na nxjerrin jashtë Evropës. Vetëm kur të arrestohet Edi Rama dhe kur të arrestohen gjithë majoranca, atëherë ne mund të futemi në Evropë me Sali Berishën edhe me këta që shoqërojnë Sali Berishën. Imagjino tash se çfarë bëhet Adi Krasta me njerëz të çmendur ke Syri TV, i Shkenzenit edhe i Argitës, duke prezantuar dështimin e plot të negociatave dhe integrimit, pezullimin e integrimit për Shqipërinë. Një anë është pikërisht ajo që fola përpara, anën tjetër janë këto. Pezullim, dëshkim, ai mban Ballukja duhet futur në burg, ndryshe s'ka negociata, nuk ka biseda, s'ka asgjë. Shqipëria është mafia, nuk e meriton të shkojnë fjalë nga më të ndryshmet, krymafiozi është ky e krymafiozi aty. Në anën tjetër Bashkimi Evropian thotë kështu e kështu. Edhe Gjerman që i lexova thanë sigurisht që imuniteti duhet mbajtur në bazë të udhëzimeve të Komisionit të Venecias. Komisioni i Venecias thotë që edhe prokurorit duhet të kenë kujdes mos sulmojnë parlamentin, por parlamenti nuk mund të mbrojë njerëzit që janë për të mos u mbrojtur. Por Komisioni i Venecias edhe imunitetin e ka për të mbrojtur parlamentin nga sulme dhe goditje, që mund të vinë edhe të padrejta, nuk e ka për të mbrojtur individin. Kështu që askërkush nuk mund të pretendojë se mund të mbrohet një individ në çështjet e imunitare. Dhe jo në çështjet e imunitare, sepse s'kan imunitet, por në çështjet e dhënies lejes për t'u arrestuar. Në këtë pikë vura re që me të vërtet ajo pjesë që quhet opozit këtu kene, që ka emrin opozit, por në vërtet është vetëm Berisha dhe grupi i tij, televizionet e tij dhe njerëzit e tij. Ju ka ardhur bombë kjo puna e kalimit i barit edhe dhënies lejes për të mbyllur pikërisht ato kapituj që u hapën me një shpejtësi për 11 muajsh. Ishte jashtëzakonshme kjo. Për 11 muaj nuk i ka ndodhur as Malizia, as kërkujt tjetër, as një shteti tjetër në Evropë që është futur mbrapa 2010-s. Përfshi Rumaninë, Bullgarinë, Kroacinë, vende të tilla. Nuk i ka ndodhur që 11 muaj të hapen gjithë ato që konsiderohen pika të ndryshme, të cilat duhet që ti diskutosh, ti pranosh e ti vendosësh në vendin e tyre. Tani pikërisht ato duhen mbyllur. Edhe me sa duhet bërë një rekord i ri prap. Ato të arrijmë, nuk e di, problemi është se të gjithë gjasat janë për të realizuar 2027-2028.
pavarësisht mlefit, inatit, patologjizmit të Sali Berishës edhe Berishkëve, që nuk po ju ndodh atyre kjo, është duke ndodhur Edi Ramës. Dhe sigurisht pastaj nuk ndalojnë, sepse kanë sa të duash arrogant dhe ignorant në Shqipëri, sidomos në Facebook, që i ndjekin pas këto, që i thonë asgjë nuk ka ndodhur, përkundrazi Shqipërisë i kanë thënë stop, me Edi Ramën ti nuk do të integrohesh. Kështu ja thonë ata dhe ata e besojnë, edhe sigur mos ta besojnë e duan të jetë kështu. Ky është pastaj edhe momenti jo për të dëshpëruar se janë pakic, por për të kuptuar që shiko, në luftën për pushtet pa principe që ekziston akoma në Shqipëri, urrejtja është baza kryesore e alternativës politike. Ata që urrejnë më tepër e konsiderojnë veten alternativa më e mirë. Dhe ky është një delir i jashtëzakonshëm, është një turp i jashtëzakonshëm që u ndodh zakonisht shoqërive të mbrapamjetëve, shoqërive retropolitike, retrokulturore, shoqërive që janë si mollatarta, si domatja. Nuk e mbajnë dot kërcellin, nuk e mbajnë dot trupin e tyre. Duhet patjetër të vendosësh në Shkop. Dhe Shkopi për ne, sigurisht mund të jetë Evropa, mund të jetë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kryesisht është diçka që ne nuk e prodhojmë vetë, nuk e nxjerrim vetë. Kjo shoqëri është shumë e dërmuar nga ngjarjet e saj të jashtëzakonshme, që fillojnë me 91-92, me 96, 97, 98 e vazhdojnë deri në ditët e sotme. Dakord, miqtë e mi, edhe një herë gëzuar Kurban Bayramin dhe integrim të mirë, të mbar dhe pa ato që konsiderohen pastaj zigzake në historinë tonë shoqërore. Nuk i kemi nevojë këto, ose rënje të jashtëzakonshme si Bifjana 97. Nuk kemi nevojë për gjëra të tilla. Urrejtja pastaj atyre që kanë vite që nuk vinë pushtet dhe nuk do të vinë kurrë në pushtet me këto mend që kanë. Do vinë një ditë dhe nuk do ketë më kuptim. Do të shuhet vetvetiu. Do të shuhen vetë, do rrëzohen vetë, sepse kështu ka ndodhur kudo në botë. Dhe nuk ka pse të ndodhë ndryshe në Shqipëri. Dakord, miqtë e mi, gëzuar.